Adhurues të basketbollit, kthehemi me pamjen në Meza e Risma, ku po zhvillohet duelin mes Rahovecit 0-29 dhe Vllazimit 36-48. Kjo pauzë është për shkak të një incidenti i cili ndodhi në publik mes të shikuesve të Rahovecit dhe tifozëve gjakovar. Erdhi deri te gjuajtjet e ndërsjella dhe policia e zbrazi pjesën ku ishin tifozët kuqezi. Dhe tani kemi edhe një 5 minuta shtesë për nxemjen e lojtarëve të Vllazimit, ndërkohë ka pak kushtet janë vështirësu për shkak të paper spray të hedhur, po kanë të lashe edhe lojtarët me frymare, por është duke u ajrosur palestra dhe shumë shpejt çdo gjë do të kthehet në normale. Ja, të shohim edhe statistikat e Lus Regjin, pra sa i përket kërcimeve, 20-20, 10-10 në asistime, 4-4 në topa të vjedhur, pra çdo gjë është e niveluar. Madje në pikë të realizuara në brendi, Rahoveci ka 6 pikë më tepër të realizuara, mirë po, dallimin Vllazimi e ka bërë në treshet e realizuara, 2 treshe më shumë të realizuara, dhe të gjuajtjet e lira. Definitivisht, pra gjuajtjet e lira janë katastrofale të Rahoveci, 8-1 nga 8 tentime, vetëm 7 gjuajtjet e lira të usura, në anën tjetër 84% të efikasitetit, pra 10 pikë më tepër të realizuara nga Vllazimi, nga vija gjuajtjeve të lira, dhe ky është edhe dallimi sa i përket lojtarëve poshashnuesve më të mirë, tek Vllazimi padyshim lojtari kryesor është Jericho Helms me 15.5 kërcime, 3 asistime, 2 topa të vjedhur, 9 pikë i ka Derek Wilson, ja po e shihni, në anën tjetër Kentrell Pullion është lider tek Rahoveci me 11 pikë, 4 kërcime, 3 asistime dhe 1 top të vjedhur. Është i vetmi i cili ka shënuar pikë 2 shifrore tek Rahoveci, sikurse edhe Helmsi të Vllazimi, mirë po, me 9 pikë, tran me njëherë ka Wilsonin, i cili ka dhe 3 asistime, 8 pikë i ka Samir Zekici, a i luajti 15 minuta, 8 pikë të ti, ka gjuajtur nga loja 3 herë dhe të 3 ati ka qëllu 2 treshe dhe 1 2 pikë. Nga 6 pikë ka shtuar edhe Joranej dhe Ronda Syla. Joranej, i cili përve 6 pikëve i ka edhe 5 kërcime dhe 2 blokada vazhdon, pra me shpërndarjen e bananeve. Joranej javën e kaluar kundër Borës i pati 6 ishte i hatashëm, ja dhe dyshja e Ponte Prizrenit, nejse, Proton Cable Prizrenit, Qëndrim Ajazaj dhe Edo Kreziu, i cili pas ati operacionit të rënd të gjurit është kthyer basketbollit. 36-48 loja vazhdon, është ndeshja e cila mbyll xhiron e 19 paraprakisht në Prishtinë, 82 me 78 fitore e PES ndaj Sigal Prishtinës. Ishte kjo fitoria e 10 e pejanëve karshi 9 humbjeve, dërsa Sigal Prishtina tani me 8 fitore e 11 humbje është në pozitën e 6, i sakt nga tentimi i tij. Wilson Pullion ka bon atje, elshon topin që të dal jashtë fushës Ronda Syla. Falni. 36-50. Wilson i vetmuar, mbetet i vetmuar, tenton, nuk realizon. Po i larti në kërcim Pullion, bukur atje me Kormik. Ankohet atje me Kormik.
blokade e Andrew Gordonit, 36-50. Pullion, sa bukur mes këmbëve. Gabon në pasim tepër i fuqishëm kundër sulmi shpejt, mirë po gabon atje edhe në anën tjetër. Më falni adhurues të basketbollit, po me të vërtet është pak vështirë që të merret frym me këtë paper spray, edhe lojtarët po kanë të lashe nga pak. Realizon atje Kentrell Pullion për 38-50. Andrew Gordon dalet në mënyrë të paljuar nga Julian Rush. cm Rush kanadezi. Gordon në vine gjuajtjeve të lira, tenton herën e parë, është i pasak. 15 me 13 ishin deri te kjo gjuajtje e lirë në lojtarët e vllazimit, patëm 86% efikasitet nga vija gjuajtjeve të lira. I huq të dy gjuajtjet e lira Gordon dhe e prish pak, e ul përqindjen e saktësisë. 12 plus për vllazimin. McCormick. Ronda Sula shkakton personale. Është koshi Kentrell Pullionit, i cili luftoj atje edhe pse i rëshqiti topi, luftoj deri në fund, realizoj afro rezultatin në 40-50, dhe nëse e realizon edhe këtë gjuajtje të lirë për herë të parë, pas 15 minutave, do të ngryste disa avantazhe në një shifror, nuk e bëri këtë, mbetet 10 pikë, e përcia maksimale e vllaznimit ka qenë plus 18 në 2 situata. Helms lufton atje me Fitzgerald, Sami Zekici për pak nuk arriti ta pason edhe 2 sekonda. Samir Zekici në qintat e fundit lufton atje Rosh me Gordonin. Bardregja ja vjedh kapiteni topin nga prapa. Kentrell Pullion për McCormick, i cili tenton lancon dhe treshën e qilon rezultatin vetëm 7 pike, afron 43-50. 7 minuta e gjysmë deri në fund të çerekut të tretë. Wilson dhe Areja, Dasyla atje, depërton, e kthen topin te Wilsoni, tentimi i tij nuk arrin, dhe Rush pretendon se atje ishte i shtyrë.Ërsa Samargjevi thot shtrëngohu dhe kape topin, e përkra Julian Rushin. Pullion dhe Helms, dy lojtarët më efikas të skuadrat e tyre. Helms tenton airballi i Helmsit. 6-50 deri në fund çerekut të tretë. Pullion, rolling i tij, Rush futet në brendi, nuk ja pason topin. Shkon topin anën tjetër, tentimi me McCormickut, Wilson më i larti në kërcim. Shkakton faullin edhe e ngrit me njëherë atje Derek Wilsonin, thot unë e shkaktova, i ndihmon, e pranon 43-50. Pick and roll i dyfisht, Helms mbetet i vetmuar, Fisi është me njëherë pran Helmsit, e mbyll atje depërtimin e tij, Dasyla depërton për Andrew Gordonin, ndërsa Julian Rush shkakton edhe një faull. 3 faullat të Rushit në mënyrë eksprese.
43 me 51, kësaj here është i sakt Andrew Gordon. Reci ka plotësuar bonusin. Helms e shpëton këtë top, mirë po drejt dhe në duar të Puljanit, i cili bën slalom depërton dhe blokohet atje, pengohet nga Derek Wilson. Duhet teret parketi aty. Rivënjën e topit duhet ta bëj McCormick, Javon McCormick, i cili erdhi për të zëvendësuar Isaiah Unutigun e larguar lojtarin kryesor të skuadrës. Po punon atje për të krijuar hapësirë për të gjuajtur dhe bën në mënyrë mjeshtrore McCormick për 45 me 51. Afrohet në vetëm 6 pike, por si shkrihet avantazhi, mirë po në momentet kur afrohet Rahovecin në skeldel ylli i skuadrës kuqezit Jericho Helms, shifrat e kthyer mbrapsht 4-5-5-4. Është kjo treshja e 4 të Helmsit nga 8 tentime, 18 pikë të tij. Një tretën e pikëve të vllazënimit deri tash e ka realizuar Jericho Helms, mbrojtje e mirë e Wilsonit. E pren atje topit tek Dasyla. Të pavëmendshëm edhe një top i humbur është ky topi i 10 i humbur i Rahovecit. Zekici. Mbrojtje e mirë Fistik Rugovës, e ka shkel vin atje Samiri. Për vllazënimin topi 11 edhe me topa janë të niveluar tash. Dallimi ishte tek treshet dhe gjuajtjet e lira të realizuara në pjesën e parë. 8-1 dhe 13 me 11 në pjesën e parë. Nga 8 tentime, vetëm një gjuajtje e lirë realizuar e Rahovecit në pjesën e parë. 13 me 11 në pjesën e dytë. Gordon, faul në sulm ndaj Julian Roche dhe e ngrit atje Joranein Gültekin Selimi. Si lokomotive trenit e ka goditur atje Gordoni Julian Rochen, i cili është pak edhe i lënduar. Për Gordonin është kjo personalja e tretë. Edhe Joranei ka 3 personale. Pick and roll me Rochen, i cili realizon bi Joranein për 47 me 54. Edhe 4 minuta gjysmë deri në fund të çerekut të tretë. Wilson për Helmsin, i cili depërton. Kosh fauli i tij dhe personalja e Roshit. Është kjo personalja e 4 të Julian Roche. 4 personali ka dhe McCormick, nga 3 Rugova dhe Regja. Vetëm Puljan ende nuk ka personale nga peshja e parë. Të gjithë të tjerët janë ngarkuar goxha. 14 personale nga peshja e parë startuese, tash McCormick dhe Roche nga 4, Rugova dhe Regja nga 3. 47 me 57, kosh fauli Jericho Helmsit.
21 pikë të tij. McCormick tani një zonë kombinuar atje e 1-3 dhe 2-3. E Vllaznimit. Joranej ka shkaktuar personale ndaj McLeodit. Giganti 224 cm, vështirë është atje të luhet kundër Nahid McLeodit. Joranej shkakton personalin e 4. Zigirit inkuadrohet në lojë. Time out kërkon treneri Gültekin Selimi. Tani do të ketë shumë telashe për trenerin Gültekin Selimin, për arsye se Joranej u ndërshkua me personalin e 4, 3 ka Andrew Gordoni, ndërsa në lojë është giganti 224 cm Nahid McLeod, edhe njerë pullion për McCormickun parës asistimi. 5 pikë të McCormickut, këtu punoj shumë mirë për të realizuar nga këndi, ndërsa në anën tjetër Jerry Helms vazhdon të bombardon dhe të jetë partës dhe shtylla kryesore e skuadrës së Vllaznimit. 21 pikë, 5 kërcime, 3 asistime, 2 topa të vjedhur nga Jerry Helms, i cili ishte në mesin e më të mirëve me 18 pike, 6 kërcime në fitoren e Vllaznimit me 17 dhjetor. Ja, po e shihni, pra Javon McCormick i ka 5 pik, 4 kërcime, 2 asistime, por i ka humbur edhe 5 topa. 5 pikët gjitha i shënoj në qerekun e tret. Po lufton atje për situatë, për të gjuajtur. Mirë po kësaj radhe asiston për Bardrezhën, kapitenin i cili e realizon treshën e tij. Të dytësonte 9 pikë të Bardrezhës. Wilson për Zekicin, Helms, mbrojtje e mirë e Puljanit. Nuk merën vesh aty mirë, me gjithate Zigirit me 2 blokat të një pas njëshëm djatha se majtas i kryoj Wilsonit hapsin. Ishte i pasak, fauli Samir Zekicit. Për Samirin është kjo personalja e parë. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira Puljan. Lojtari kryesor i Rahovecit, mirë po nga 3 gjuajtje të lira më heret i ka huqur të gjitha. 3-0. Nga 9 tentime deri tash vetëm një gjuajtje e lirë e realizuar. Kësaj here realizon 10-2 nga vija gjuajtjeve të lira janë lojtarët e Rahovecit, 20% efikasiteti nga penalet, çka është shumë huqje. 51-57 para mendoni, 8 gjuajtje të lira të huqura. Edhe kësaj radhe i realizon të dyjat, 52-57, e afron rezultatin në vetëm 5 pikë. Pra që nga minuti i treti lojës, ku rezultati ishte 10-5, asnjëherë pra Vllaznimi nuk ishte më pak avantazh. Maksimumi ishte plus 18 dhe Rahoveci u kthye në këtë qerek me McLeod atje. Lojtari me numër 4 Nahid McLeod e ndali në mënyrë të palejuar Gordonin. Shënon 2 pike, ka edhe një gjuajtje të lirë, ka shfall për Andrew Gordonin. Parës realizoj gjuajtje të lira, kësaj here është i pasakt Andrew Gordon, të 3 gjuajtje të lira të huqura të
vllaznimit në këtë çerek vjen nga Andrew Gordon. Mbetet 52-59 dhe 2 minuta e 50 deri në fund të çerekut të tretë. Pullion për mrekulli, çfarë lëvizje mashtruese, e mashtron Ronda Sylen dhe e dërgon projektilin të veni për 55-59, por i kthehet Rahoveci në çerekun e tretë, 19-11 aktualisht. Ziggy Reed, ose Helms ose Reed, kur afrohet skuadra kundërshtare dalin në skenë. 55-61, McCormick vazhdojnë me mbrojtje zonale, kërkojnë atje faul të Helmsit. Pick and rolli me Cloudit. Është vetjak pak atje McCormick. Lufton Bardregja, Reed atje i bën presion, mirë po ish mangët presionit da Syla. Për Helmsin, dy fishot, Helms, Zekici shpejt e Ridi, i cili mbetet i vetëmar tenton, nuk realizon, kërkon Samargjiev nga Pulliani që të shkon deri në fund. Dhe blokad e Ronda Sylës. E pa situatën, ka Syla do të ullet për pushu. Është kjo personalja e tretë e Ronit. Joranej ka 4 personale, 3 ka dhe Andrew Gordon. Në vine gjuajtjeve të lira Pullion. 20 pik të Pullianit, i cili ka dhe 8 kërcime, 5 asistime, i hatashëm. Shpërtheu sidomos në pjesën e dytë, 21 pik të ti. Atësaj ka edhe Jerry Helms. Dueli direkt mes këtyre dy lojtarëve. 61-56, nëse realizon këtë, do të bëhet Kosha Shënuesi më efikas në këtë ndeshje, në përgjithësi e bën këtë, e afron rezultatin përsëri në vetëm 4 pikë. 61-57 për vllaznimin, ndërsa ka mbetur edhe 1 minutë e 38 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Ndizet edhe atmosfera, ja po i shofim edhe statistikat e skuadrës vllaznimit. E kanë prish pak efikasitetin, ishin 13 me 11 nga vija gjuajtjeve të lira në fund të pjesës së parë. Nërsa në pjesën e dytë janë 8 me 4. 3 nga këto huqet kanë ardhur nga Andrew Gordoni, e në anën tjetër Rahoveci, i cili ishte 9-1 nga vija e gjuajtjeve të lira, duke i falenderuar Pullianit, e përmirësoj pak përqindjen e efikasitetit. 9-1, çka është shumë me vërtet. Pullian tani 7-4 në pjesën e parë nga 3 tentime. Nga vija e penaleve kishte huqur të trijat, ndërsa tani 4-4 në pjesën e dytë. Dhe përmirësimi i efikasitetit për 3 pikë. Dhe dominimi në kërcime i Rahovecit, po ashtu edhe barazimi në treshe, e solli dhe balansi në rezultat në këtë çerek. 21-13. Aktualisht rezultati në çerekun e tretë për Rahovecin. Ziggy Reed për mrekulli atje, ish mangët Adonis Tomasit për 57-63. Sa po afrohet Rahovecin në 4 pikë në skenë, po del ose Ziggy Reed ose Jerry Helms. Pullian për 3 pikë nuk realizon, Regja tenton, por Helms më i larti në kërcim. Është ky kërcimi i 6 i tij. Ati Koshi kësaj radhe, kapiteni nga këndi për 57-66. U afrua në vetëm 4 pikë, mirë po në skenë fillimisht Ziggy Reed, e tash edhe kapiteni Koshi me treshe, dhe përsëri
Në anën tjetër përgjigjet kapiteni tjetër, Knej Koshi, Knej Regja, për 59-66, po hym në sekundat e fundit të çerekut të tretë. Të dy trenerët po luajnë në zonë. Po e kombinon atje edhe treneri Samarxhiev Thomas. Samir Zekici, sekundat e fundit. Koshi edhe njëherë, edhe një treshe Atikut. Dum Ati Koshi, 2 kosha nga Koshi. Në anën tjetër tenton të përgjigjet Pullian, por pa sukses. Një seri e shpejt prej 8-2. E rikthen e përsim prej 10 pikëve. U afrua në 57-61 skuadra e Rahovecit, kur kishin mbetur edhe 1 minutë e 41 sekonda loj në vetëm 4 pikë. Mirë po, në vazhdim, pra në këto 1 minutë e 41 sekonda, fillimisht rrit e më pas kapiteni Ati Koshi u përgjegjë me 2 treshe. Dum Koshi për 6 pikë rresht dhe i dërgon ekipet në pauzë të fundit të këtij duelit. 59-69, së paku pjesës rregullt. Mund të kemi edhe vazhdime këtu adhurues të basketbollit, sepse me mënyrën se si luajti Rahoveci në këtë çerek, në këtë të fundit, mund të presim çdo gjë. 10 pike përsi, megjithatë për vllaznimin tek i cili po shkëlqen Jerry Helens, megjithatë Kentrell Pullian, i cili u zgjua nga gjumi dhe në këtë çerek realizoi 10 pikë, 2 kërcime dhe 2 asistime. I hatashëm Kentrell Pullian, 22 pikë, 8 kërcime, 6 asistime dhe 2 topa të vjedhur. Maqin e vërtet. E në anën tjetër Jerry Helens, 21 pikë, 6 kërcime, 4 asistime dhe po ashtu 2 topa të vjedhur. Një duel Helens Pullian i jashtëzakonshëm. Do të shohim se si do të jetë në çerekun e fundit. Një dominim i lehtë tani në kërcime, 29-27 i Rahovecit. Ka përmirësuar mbylljen e Koshit. Në asistime janë identik, 14-14, një top më tepër e ka vjedhur vllaznimi. Mirë po ajo ku po të minon edhe më tej vllaznimi janë blokadat, pra në mbrojtje, dhe definitivisht edhe gjuajtjet e lira, pra distanca, dallimin mes të ekzekutimit të saktë të gjuajtjeve të lira mes 2 skuadrave është plus 10 pikë për vllaznimin, aq sa është edhe avantazhi. 13-5 nga vija gjuajtjeve të lira është Rahoveci, 21-15 vllaznimi. Kemi hy në çerekun e fundit dhe vendimtar të derbit të fundit të tabelës. Shumë i rëndësishëm, më shumë i rëndësishëm më i rëndësishëm se për Rahovecin se sa për vllaznimin. Dhe është kjo ndeshje të jesh apo të mos jesh. Vjen një treshe me një herë atje për të afruar rezultatin në 7. Koshi vazhdon të mbajë në lojë kapitenin Reed, edhe me Kormik një mismatch atje, deporton Reed edhe shënon edhe një herë, deporton deri në funanën tjetër. Kentrell Pullian daret në mënyrë të palejuar nga kapiteni Koshi. 25 pikë të Pullianit, pas asaj treshe, 3 pikëshat e ti. Shihni në ekranet e juaj Gültekin Selimin. Koncentrohet Pullian në pjesën e dytë, 4-4, nuk e ka huq asnjë nga vijë. Dhe vazhdon të jetë 100% efikas nga vija e penaleve në pjesën e dytë. Në pjesën e parë ishte 3-0. Gjardit e 3-71. Gjardit e 4-71. Njëzet e 7 pikë të Pullianit,
nuk ka të ndalur. E ka marrë mbi vete përgjegjësim për të bartë Arahovecin në këtë duel. Kentrell Pullian, Helms për Samir Zekishin. E pengojnë atje Ziggy Reedin, i cili e ka shkelur vin. Thomas e kërkon topin nga Pulliani, i cili po ka qef me e mbajt shumë. Dhe po don me i përfundu aksionet vetë. Regja pengohet, mirë po. Është tu fauli Hellemsit për mrekullia atje e përcolli pas shutit kërcimin Bardh Regja, Jerry Hellems. Shkohet me personale. Ja, dhe njëherë Bardh Regja e fauli Hellemsit. Është kjo vetëm personalja e dytë e ti. Mirë po duhet këtë kujdes din Jerry Hellems në mënyrë eksprese të shkaktoj faula. Dy gjuajtje të lira do të jenë. Andrew Gordon shkakton personale dhe kjo do të jetë personalja e 4 e Gordonit. 4 i ka dhe Joran edhe tani telashe për trenerin Gültekin Selimin. Ka e radhe me Kormik në vine gjuajtjeve të lira. Realizon 65-71. Dukshëm janë përmirësuar në pjesën e dytë saj përket gjuajtjeve të lira lojtarët e Arahovecit. Realizon edhe herën e dytë për të afruar rezultatin në 66 me 71. Dy fishohet atje Hellems. Ziggy Reed depërton, nuk realizon, edhe njëherë lufton dhe Ziggy Reed në fund nuk dorëzohet. Realizon për 66 me 73. Luftari i cili ngritët nga banka rezerv. Pika e ti e 12 kërcimi Ronda Sylës. Lart atje kërcen Roni. Bardh Regja e ndjek mirë po i shmangët presingu Da Syla. Kapiteni koshi të Ridi. Gabim në hapa. Presingi Tomasit dhe Regjës ndaj Ziggy Reedit, i cili është ky topi i pari humbur i Ziggy Reedit, i cili për 12 minuta loj ka realizuar 12 pikë adhurues të basketbollit. Tepër lojtari i falenderueshëm, Jokeri, cili do trener që ka ardhur edhe në fillim i Sharinit, por edhe Kreo Kapiqit dhe tani Gültekin Selimit. Zakonisht starton prej bankës rezerv Ziggy Reedi dhe eksplodon është shumë i falenderueshëm. Timeout ka kërkuar treneri i Arahovecit, Goran Samardžiev. Edhe 7 minuta e 32 sekonda loj deri në fund të kësaj ndeshje, derbit fundit të tabelës, ndeshjes shumë të rëndësishme për të dyja skuadrat, por pak më tepër për Arahovecin. Lirisht mund të themi ndoshta edhe vendimtare për mbetjen e vreshtarëve në elit. Është shikuar historinë e përballjeve mes tyre dy skuadrave. Ajo flet në favor të vreshtarëve, nga se nga ndeshja e parë zyrtare me 18 tetor 2016 e deri sot janë taku 14 herë. Kjo është ndeshja e 15 jubilare. Deri tash Arahoveci ka triumfuar 9 herë dhe vllaznimi 5. Mirë po kjo është shumë e rëndësishme. Fis Rugova e bën atje blokun. Thomas depërton, gabon Ziggy Reed. Situat 3-2 për Wilsonin, nga ana e kundërt për mrekullim me akrobacion i shmangët blokut dhe realizon Derrick Wilson. Edhe 7 minuta 10 sekonda deri në fund 66 me 75.
falni. Përbirohet atje Kentrell Pullian, përgjigjet në dyshe me dyshe, i jashtëzakonshmi. Pullian, është kjo pika e 29 e Pullianit, s'ka të ndalur. Wilson e pret blokun nga Ziggy Reed, pick and roll nuk e pason, shkon të Atikoshi edhe 3 sekonda, dhe Atiku për pak, sa nuk shënoj nga distanca e madhe. Dribling i mirë, Thomas i vetmuar për 3 pik, tenton, nuk realizon, Ziggy Reed më i larti në kërcim. Është ky kërcimi i 4 i tij. 7 pikë përsi për vllaznimin, edhe 6-15 deri në fund. Dasyla e kërkon atje, rri topin, Wilson i vetmuar, lëvizje bukur mashtruese, bashkëpunojnë, rrit atje, dalet në mënyrë të palejuar nga Fisnik Rugova. Personale e Fisit. Është kjo personalja e 4 e Fisnik Rugovës, nga 4 i kanë edhe McCormick dhe Rosh. 3 lojtarë të peshës së parë nga 4 personale. Interesant është se Pullian nuk e ka asnjë faul deri tani. 3 i ka Bardh Rexha, kapiteni. I pasat nga tentimi i parë Ziggy Reed. Është kjo huqja ati e parë sonte nga gjuajtjet e lira. Herën e dytë realizon për të ngritë rezultatin plus 8, 68 me 76, kur ka mbetur edhe 6 minuta loj. Pullian depërton e pason të Fis Rugova. Lufton atje McCormick, e shpëton këtë top. Edhe 6 sekonda ka ko. Rexha nga çfarë situate, kapiteni lënson dhe realizon për të afru rezultatin në 6. Çfarë gjuajtje nga çfarë situate dhe nga çfarë pozite shumë pa përshtatshme, e dërgon kapiteni të vendi. Pika e 13 e Bardhit. Wilson për Atikoshin nga këndi, dhe në anën tjetër përgjigjet përsëri kapiteni për kapitenin. Kësaj radhe Atiku me treshe, 70 me 79. Të gjitha pikët e kapitenit Atikoshit për 3, 9 pik. Andrew Gordon, personale e Gordonit, është kjo personalja e 5 dhe mbetet pa njërën prej qendrave Gyltekin Selimi. Jona Nej po ashtu i ka 4 personale, e të lashet të mda për Gyltekin Selimin tani. E pengon atje tentimin për 3 pik. Rosh lufton me Ridin, me gjithate topi përfundon. Atikoshi, personale e kapitenit. Kjo personalja e 3 e Atikut. Shumë faullat të dyja skuadrave, 20 faula i ka vllaznimi. 19 faula i ka Rahoveci. Në vine gjuajtjeve të lira Pullian, 9 me 6. 6-6 është në pjesën e dytë, 7-7. Edhe njëherë po e përsëris, në pjesën e pari huqi të gjitha 3 tentimet nga vija gjuajtjeve të lira, 0%. Në pjesën e dytë u përmirësua në mënyrë perfekte. 7-7 është nga gjuajtjet e lira Kentrell Pullian, dhe e 8 shkon huq. Ronda Syla është atje me njerë prantim. Betër 71-79, më pak se 5 minuta loj. 30 pik të Pullianit, 8 kërcim, 6 asistime, një makinë në vete Kentrell Pullian. Ziggy Reed për ball e ka Fisin, luftojnë atje Wilson me Pullianin. Jona Nej ka luajtur i fundit me
top. Gültekin Selimi atje i pa knaqur. Luftojnë atje e pat. Ja, me krah e godet atje Joranej. Topin. Edhe 4:35 deri në fund. Vazhdimisht ka qenë vllazimi në epërsi. Raoveci nuk ka pasur asnjëherë epërsi. Sonte Pullian tenton, lufton atje Anej, ka luajtur i fundit me këmbë. Ka dhe 14 sekonda për këtë sulm. Pullian i vetmuar. Mbrojtje mira Tikut, arrin atje që ta blokon Anej, është pranë Pullianit, fis rrugova me Kormik, deporton Rosh, atje me tabe, nuk realizon Joranej, e prek pak Zigirit e merr këtë top. Nga dal po hym në 4 minutat e fundit, 71-79, rrit, lëvizje bukur mashtruese Zigiridit, komplet të mbrojtjen e tërhoqi mrapa, a vet realizoi për të rikthyer epërsin dyshifrore. 71-81, Zigirit 15 pikë të tij. Pullian përballë ka Wilsonin. Pullian mirë atje i krijon vetës hapësirë me Kormik, e shfrytëzon inercionin me flotër atje realizon Gjovon me Kormik, i cili po mundohet që ta plotëson zbrastirën e krijuar me ikjen e Bigut. 73-81. Wilson deporton. Kosh faul është ky. 73-83 do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë Derek Wilsoni. Julian Rush largohet nga loja. 4 personale i ka Rush në vend të tij. Giganti 224 cm Nahim McLeod. Nuk e di pse nuk po shkojnë me top me Nahidin. Bardregja e shpëton këtë sulm. Me të vërtet me pas këtë gjatësi, 7 lartësi dhe mos me shfrytzu, atje është mëkat. 2 sekonda tenton atje, por 3 pikë në qintat e fundit. U dësht publiku ti thot gjuaj se po kalon koha, e ka shkelur vinë, është 75-83, nuk ishte treshe. Topi bartur i Derek Wilsonit. Topi humbur nga vllaznimi. Është ky topi 16 i humbur i vllaznimit. 12 topa i ka të humbur Rahoveci. Do ta rishikojmë situatën. Shikua situata, nëse ishte treshe apo jo, kjo pak më herët, u vërtetuan se vija nuk ishte e shkelur. 76-83. 7 pike përsi për vllaznimin, i cili vazhdimisht prej momentit të parë është në avantazh. Edhe 2 minuta e gjysmë deri në fund. Pullian 30 pikë, 21 Helms me Kormik. Nga një pozitë e vështirë tenton, nuk realizon Bardregja. Joranej është pranë tij i vetmuar. Pulliani dhe gabim në hapa ka shkaktuar Kentrell Pullian. Topi 4 i humbur i tij në çastet vendimtare. E bën hapin para se ta lëshon topin.
2-10 herë në fund, 7 pike përsi për vllaznimin. Wilson për Koshin, Joranej. Zigi rritë Rugova. Rritë Rugova. Çfarë blokada atje e Nahim me Klaudit. Koshi për Anejn, i cili tenton për 3 pikë. E blokon atje me Klaud. Kundër sulmi shpejt, vendos që të tërhiqet dhe të gjuan për 3 pikë. Javon McCormick. 79-83, afrohet rezultati në vetëm 4 pikë për sëri. Edhe në qerekun e tretë, në 2 raste, rezultati u afrua në 4 pika adhurues të basketbollit, 55 me 59 dhe 57 me 61. Mirë, por në fund të pjesës së parë, në skenë doli Ati Koshi, fillimisht Zigi rrit me atyshën, e pas edhe Ati Koshi me 2 treshe, kapiteni në fund të pjesës së parë, në fund të qerekut të tretë, falni, për ta dërguar rezultatin për sëri në 10 pike përsi për vllaznimin. Dhe tani në çastet vendimtare, kur kanë mbetur edhe 1 minutë e 46 sekonda loj në skenë për Rahovecianët, doli Javon McCormick me 2 treshet një pas njëshme, plus edhe atë floaterin e ti, 8 pikë rresht nga Javon McCormick në këto 2 minutat e fundit, seri e ti për të afruar rezultatin në vetëm 4 pike përsi. Edhe një top i vjedhur McCormick. Pika e 10 rresht e ti për 81-83. Çka po ndodh në Mizair Isma? Ronda Sylla. E vjedh topin, edhe ndalet në mënyrë të paljuar nga Fisnik Rugova. Top i vjedhur nga McCormick, Puljan asiston, McCormick fluturon, realizon dhe rezultatin në vetëm 2 pike afron. Nga -18, Rahoveci po lufton me mishe, me shpirt për me mbjetu në Super League. Çfarë ndeshje, çfarë derbi i fundit të tabelës. Ronda Sylla e huq tentimin e tij të parë. Ishte i sakt pak më herët, sa e radhe nuk realizon. Edhe 1-33 deri në fund. Da Sylla nga vija gjuajtjeve të lira, herën e dytë e realizon dhe rezultatin në 81-84 e largon 3 pike përsi. Topin e ka Puljani. Bloki me Klaudit për McCormickun, i cili tenton për 3 pikë. Ajajajajaj, Mizair Isma eksplodon. McCormick 13 pikë rresht të ti. Çka po ndodh në Mizair Isma? Helens. Luftë e madhe atje. Foul në sulmi Jerry Hellemsit. Çfarë rikthimi i vreshtarve. Duke i falenderuar lojtarit me numër 5, ati i cili zaventësoi Isaiah Jumeligun. Javon McCormick, 13 pikë të ti në seri në këto 4 minutat e fundit, 20 pikë deri tash, të gjitha të realizuara në pjesën e dytë. McCormick eksplodon, depërton, e kthen te Bardregja. Lufta, Puljan tenton, nuk realizon, Bardregja lufton. E kap të to Puljan, sekundat e fundit të kësaj drame, a do të kemi vazhdime, apo Rahoveci do të shënon për e përsin e parë. Dhe foul
i Jericho Hellemsit. Çfarë drame. Ju thash që kjo ndeshje mund të shndrohet në dramë të vërtet të basketbollit. Jerry Hellems është kjo personalja e 4 e Jericho Hellemsit. Do të rishikohet kjo situatë. Pra është faul normal, është face to face, është ftyrë për ftyre. Dy quajtje të lira për Kentrell Puljanin, i cili është yllin mbrëmjes mirë, po tandemi me Gjevon McCormickun, nëse realizon quajtjen e lirë, do të jetë e përsia e pare Rahovecit sonte. Dhe bënte për 85-84 hera e parë në e përsi Rahovecit sonte. 31.4 sekonda para se të përfundon ndeshja. Edhe herën e dytë realizon 86-84. Gültekin Selimi kërkon time-out nga minus 18. Rahoveci luftoj me mishe me shpirt. Dhe shpërthem palestra Miza Irisma. Çfarë drame. Vllaznimi kishte 18 pike përsi. Mirë po telashet e shumta me personale, largimi i definitivisht i Andrew Gordonit të ndikoj. 86-84, edhe 31.4 sekonda deri në fund të këtij dueli. Ja po e shohim fakti që u përmirësuan gjuajtje të lira adhurues të basketbollit dhe në treshe. Skuadra e Rahovecit ndikoi shumë. 12 piksha ka tani Rahoveci, sa i ka edhe vllaznimi. E në anën tjetër, pra e dini, në pjesën e parë nga 9 tentime, Rahoveci kishte realizuar vetëm një gjuajtje të lirë, ndërsa në pjesën e dytë janë 13-11. Aq sa ishte vllaznimi në pjesën e parë. 86-84. Drama arrin maksimumin. 2 pike përsi për Rahovecin. Vllaznimi e ka topin. Wilson. Hellems e kap topin. Lojtari kryesor Jerry Hellems. Nga një pozitë e vështirë tenton, nuk realizon. Dasyla për Hellemsin, sekondat e fundit. Wilson për Dasylën. Wilson, edhe 7 sekonda për këtë sulm. Jericho Hellems. Faul i Visare Jupit në çastet e fundit nuk i lejon Hellemsin që të gjuan. E kam plotsu bonusin edhe Rahovecianët. 6 sekonda deri në fund. Joranej, Hellemsi, 4, 3, 2, 1, tenton, nuk realizon dhe ndeshja përfundon. Rahoveci fiton. 86-84. Fitore dramatike e Rahovecit në sekondat e fundit. Çfarë drame. Çfarë drame. Dhe atë duke i falenderuar lojës së shkëlqyeshme të Gjevon McCormickut, djaloshit me numër 5, cili erdhi në vend të Isaiah Jumipigut. 20 pikë të tij të realizuara në pjesën e dytë, 13 prej tyre në këto 4 minutat e fundit. I hatashëm. Çfarë mbrëmje. Së shpejti do të kthehemi me intervistat e dy trajnerëve, Gültekin Selimin dhe Goran Samargjijevin.
Jemi me trajnerin Gültekin Selimin e vllazimit. Trajner, keni qenë 8 pike për para. Edhe në fund ndodhin këto sene, adhurues të basketbollit janë gëzuar shumë me fitoren e cila ju ka ndihmuar që të vazhdojnë luftën për mbijetesë. Trajner, si e shpjegon faktin që i kishit 18 pike përsi edhe në fund e humbët të ndeshjen e përsia e parë ishte në fund, 30 sekondat e fundit? E fillum ndeshjen mirë, si që tha, 18 pike përsi, po me këtë publik patëm vështërsi pak me organizu dhe sulmin. I kemi dikon 18 topat humbur, edhe dikon rreth 17 ofensiv rebound nga kam bërë. Është problem e lujt me këto topat humbur edhe me këto kërsimet që si kena bërë mbrojtje. Sonte po mduket që Gordoni pak dështoj. Sa herë përfusëm loj, po mundohemi me lujt me ta poshtë, po nuk është të mujt. Nuk është edhe maksimumin. Faleminderit shumë. Adhurues basketbollit, shumë shpejt do të jemi edhe me trajnerin Goran Samardjevin e Rahovecit. Coach, very tough game. You were 18 points behind, but then at the end you managed to get the first and the final lead. Very important win for you. What was the key of this win? The key of this win? Like first, congratulations to the club for the players who give 100% of this game. What is the key? Also, thanks to the fans who give us push-ups to play good defense, to fight for every ball until last seconds. The key of the game is when we stop number 9 Helms. I say to our players, let's stop him and we will finish our job. But sometimes the players don't listen to the coach, but I'm proud of my players because they give heart of this game. It's very important game for us because we have chance now to fight for the Super League. And the new transfer, the Javon McCormick, really played very well, especially in the second half, 13 points in the row at the end. Yes, Javon is experienced players. They play second half with 4 fouls. So this is experience, but I say to him, let's play. I believe that they will win this game, but if Vaslimi win, this not be disappointed because they have a very good team. It's a very strong team, but now we work very hard this week. We prepare very good for this week, for this game, but one more time, congratulations to the club, to the fans, to the player. We keep going. Thank you very much. So much go on. Congrats. Thank you. Adhurues të basketbollit po e përkthej shumë shpejt ato që e tha trajneri Goran Samardjev, i pyetur pra se ishin në minus prej 18 pikëve dhe në fund arritën që e përsia e parë të jetë edhe e përsia finale në fund. Thash si arritët, cili ishte Chelsea i kësaj fitore. Para se gjithash i uroj fitoren lojtarëve të mi, i uroj fitoren publikut, e falenderoj publikun i cili ka përkrahur dhe i ka mundësuar që të luajmë mbrojtje të fuqishme. Mbrojtja në pjesën e dytë ishte faktori i kësaj fitore, sidomos ndalja e Jerry Cole Hellemsit, ka kërkuar që të ndalët Jerry Hellems dhe me të vërtet në pjesën e dytë e ka ndalë në çerekun e 4 nuk ka shënuar asnjë pikë të vetme. Ndërsa i pyetur pra për kontributin e lojtarit Javon McCormick, ai tha eksperienca e bën të vetën, ai ka luajtur pra që nga çereku i parë, që nga pjesa e parë me 4 personale, ndërsa në fund arriti që të realizon 13 pikë në atë serinë
e funit në 4 minutat e fundit. Tha jemi përgatitur shumë, kjo ka qenë një ndeshje vendimtare për neve shumë e rëndësishme dhe me këtë fitore ne i rrisim gjasat që të luftojmë për mbijetesë në Super League. Ishim fjalët e trajnerit Goran Samardžiev. Pra t'ju themi ta rikujtojmë, është kjo fitoria e parë e Rahovecit pas 7 humbjeve rresht, pra që nga ajo ndeshja e fundit të cilën e patën me Go+P, nuk kanë arritur që të fitojnë asnjë ndeshje deri më sonte, edhe pse luftuan me të vërtet nga minus 18 pikë, arritën që të rikthehen dhe në fund me pikët e realizuara në fund nga gjuajtjet e lira të realizojnë e përsin e parë dhe të fundit, e cila ishte edhe finale për fitore. Nga Unagon Fehmiu, ekipi realizuesi Oksigenit për Art Motion, kaq për sonte nga Mizaj Risma. Ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me adresën numër 1 të sportit në Shqipëri, Art Motion.